Ardhja e perandorisë osmane në Ballkan shënon një kthes të re në jetë, në historinë dhe në artin poetik popullor. Me Osmanët nisi një periudhë e re e cila karakterizohet për shumë çka, por radhë të parë për përhapjen e Islamit në këto hapësira etnike, por edhe në kultivimin e traditës e pikës sonë trimërore. Lufta e Kosovës u zhvillua në pranverin e vitit 1389, jo fort larg Prishtinës të fushën me lënjeve ndërmjet forcave të koalicionit ballkanik të udhëhequra nga princi Lazari i Serbisë dhe forcave ushtarake osmane të komanduara nga Sultan Murati i parë. Lufta e Kosovës përfundoi me fitoren e osmanëve, por edhe me vrasjen e sultanit nga Miloš Obiliqi, por edhe të vetë Milošit dhe mbretit Lazar nga forcat osmane. Pas luftës së Kosovës, shqiptarët në mënyrë masive e pranuan fenë islame brenda një periudhe të caktuar, sepse si përgjegje ndaj dhunës për imponimin e fesë ortodokse me forma të dhunës, ndëshkimeve fizike, marrjet e pronës në llagoritë e kishës serbe, humbja e tipareve të etnisë dhe asimilimit të plotë. Për këtë ka shembuj të shumë ndër serbët me prejardhra shqiptarë. Arsye tjetër pse shqiptarët e pranuan fenë islame ishte nga se osmanlit u afruan një varg stimulimesh të ndryshme të cilat në atë kohë për ta ishin shumë të rëndësishme. Në këtë kontekst, të kësaj është interesant për të theksuar të dhënat që japin studiuesit slav. Citoj, interesante janë të dhënat që përcjellin edhe autorët slav si Radonić për trysnin e dyanshme në të cilën ndodhen shqiptarët në trevat e tyre lindore. Ato flasin për faktin që presioni i kishës skizmatike slave mbi shqiptarët ishte shumë më i madh se sa i xhamive muslimane. Përfundon citatin. Këtyre do shtuar edhe faktin se shqiptarët në atë kohë nuk kishin e vetë autoqifale ortodokse dhe se shqiptarët në fetë të tyre ortodokse e krishtene nuk ishin fanatik sikur që ishin greket, serbet, maqedonet, bullgaret, të cilët u asimiluan shumë pak. Shqiptarët e pranuan fenë islame.